gjatë hartimit të plan programit tonë jemi fokusuar më së shumti në zgjidhjen e 3 problemeve kryesore, të cilat janë problemi i furnizimit të ujit të pijshëm, problemi i zhvillimit ekonomik dhe arsimi. Ne Lidha Demokratike e Kosovës kemi hartuar një plan program lidhur me zhvillimin e komunës Kaçanikut për 4 vitet e ardhshme 2026-2030. Plan programi ynë bazohet në buxhetin e komunës Kaçanikut për 4 vitet e ardhshme. Shuma e investimeve kapitale për 4 vite arrin vlerën diku 13,5 milion euro. Ne jemi fokusuar më së shumti në zgjidhjen e gjatë hartimit të plan programit tonë jemi fokusuar më së shumti në zgjidhjen e 3 problemeve kryesore, të cilat janë problemi i furnizimit të ujit të pijshëm, problemi i zhvillimit ekonomik dhe arsimi. Problemin e furnizimit të ujit të pijshëm, si një nga problemet më të mëdha, mendojmë të zgjidhim përmes disa fazave. Faza afat-shkurte, vendosja e njësorëve nëpër lagje dhe hidranteve. Faza afat-mesme, marrja e ujit nga disa puse deri tek fabrika e ujit, si dhe ndërtimi i fabrikës ujit në vlerë 600.000 euro, dhe faza afatgjatë, ndërtimi i pendave në Sepetin dhe në Ivaj. Në anën tjetër, mos zhvillimi ekonomik i komunës si një nga pikat më të ndihshme të Kaçanikut. Mungesa e vendeve të punës ka bërë që numri i popullsisë në Kaçanik nga regjistrimi para 14 viteve të bie për diku në 17%. Diku rreth 5500 banor janë larguar nga komuna e Kaçanikut. Ne mendojmë që zhvillimin ekonomik ta zgjidhim, të ndërmarrim hapa konkret që ta zhvillojmë ekonomikisht Kaçanikun. Mendojmë që zhvillimi ekonomik arrihet duke shtrirë qytetin, duke lejuar ndërtimet në 3 drejtime të ndryshme, në drejtimin e ish fabrikës Golqerës dhe Bobit të poshtëm, në drejtim të xhamisë së dëshmorëve, pra në drejtim të fshatit Runjev dhe në drejtim të fshatit Kovaqas. Gjithashtu, pikëkyçe për zhvillimin ekonomik kemi parapar rritjen e turizmit. Do të bëjmë investime konkrete tek salla e shpalljes së Kushtetutës, pllaka e dëshmorëve të Nonprillit, pllaka e dëshmorëve të Lagjës Raj, Gryka e Kaçanikut, bashkimi i dy lumeve.